ta ngrisim vlerën edhe mjedisore, por edhe ekonomike, edhe njerëzore gjithashtu, bashkë me njerëzit e Bashkimit Evropian. Absolutisht, bizneset nuk rezistojnë në asnjë moment nëse ka përkraje edhe para përgatitje. Parimet kryesore juridike të legjislacionit mjedisor është parimi ndotësi paguar. Që ndotësi potencialisht mundet me qenë një kompani. Edhe ajo kompani duhet cilët sipas legjislacionit mjedisor përfshirë edhe ligjin për mbrojtjen e mjedisit. Çka mungon aktualisht edhe ka munguar në viteve të fundit ka qenë një dialog më i intensifikuar në mes të sektorit publik edhe sektorit privat. Kur gjitha këto bëhen bashkë, atëherë rritet ky niveli i efikasitetit të drejtësisë mjedisore në vend që është drejt për drejt, mendoj një element të i rëndësishëm i demokracisë mjedisore. Shpresoj që i keni marrë këto informatat e duhura se çka do të ndikojë taksa e karbonit në jetën e bizneseve, por edhe në jetën sociale, të drejtën mjedisore, legjislative e tjerë.